Prej nesër këmbësorë, drejtuesit e biçikletave, motocikletave dhe trotinetëve elektrik do të gjobiten me 50 euro nëse gjatë kalimit të rrugës ose korsisë së biçikletave përdorin dëgjuese në të dy veshët, telefona, tableta apo pajisje të ngjashme elektronike. Ndryshimet ligjore që hynë në fuqi nesër i mirëpresin shumica e qytetarëve, veçanërisht më të moshuarit. Ata kritikojnë të rinjt për pakujdesi dhe vlerësojnë se këto ndryshime do të ndikojnë pozitivisht. Do të shohim, akoma nuk ka menduar a është mirë ajo. Shumë rrallë e përdor telefonin, disi të rinjt më shumë. Për mua nuk do të ketë problem, megjithatë për të tjerët të mund të paraqesë problem. Nëse ndonjë qytetar është i shurdhër dhe duhet patjetër të mbajë aparat për dëgjim, si do të kaloj, si do të dëgjoj. Pra 50-50 do të vije këtu. Mund të jetë edhe e arsyetuar edhe e pa arsyetuar. Unë nuk përdor, por mendoj se është në rregull. Vërtet me telefona, dëgjuese, pastaj jo shoferi fajtor, jo ai, jo ky. Vetë jemi fajtor, nuk e zbatojmë ligjin, çfarë të them. Vërtet telefoni mendjen askund duhet të dihet, edhe pse këmbësori duhet të sillet si duhet. Po hiç, shumë në rregull. Unë kur nuk e përdori dëgjueset kur e voziti trotinet. Mendoj se me këtë e kam bërë shumë të mirë. Që këtë që e kanë vendosë shumë mirë. Edhe mu më konvenon me konë me drejtësi, për si cidin. A me veturia, me trotinet veç me po drejtësia. Ashtu duhet të jetë, edhe pse neve nuk na konvenon, megjithatë do duhej ashtu. Unë jam këmbësore, nuk përdor tani telefon dhe kam kujdes. Të rinjtë nuk kanë as pak kujdes dhe kjo nuk është mirë. E shoh në semafor, fillojnë vrapojnë e më pas, jo shoferët janë fajtor, nuk janë fajtor. Zëdhënësi i policisë Goce Andreevski tha se do të ketë kontrole të zyrtarëve policor edhe në periudhën në vazhdim, ndërkohë dispozita tjera me të cilat rregullohet dokumentimi i kundërvajtjeve përmes kamerave të komunikacionit do zbatohen nga 1 janari i vitit të ardhshëm.